Herë në fundit që oqeani patësor bëri atë që mund të bëj përsëri 250 milion njerëz. Parashikimet e fundit meteorologjike për fenomenin klimatik El Nino kanë ndezur alarmat e kuqe në mbar botën. Modelet e javës së fundit nga Qendra Evropiane për parashikimet e motit me rrezet e mesme ECMWF, një nga sistemet më të fuqishme dhe më të sakta të parashikimit në botë, që vazhdimisht e kalon edhe modelin amerikan GPS të NOAA-s, sugjeron se njerëzimi mund të jetë përpara El Ninos më të fuqishme që nga viti 1877. Pse ndodh kjo? Erat pasate të oqeanit dobësohen, lagështia rritet, sezoni uraganeve bëhet më aktiv. Gjatë El Ninos së fundit të fuqishëm në vitin 2015, pati 16 ciklone tropikale. 3 prej tyre ishin uragane të kategorisë së 4. Asnjëri prej tyre nuk zbarkoi në tokë, por ky ishte thjesht fat. Çfarë ndodhi në vitin 1877? Për të kuptuar peshën e këtij paralajmërimi, mjafton të kthehemi pas në kohë. Ai fenomen në vitin 1877 zgjati 2 vjet të plota dhe shkatroi plotësisht modelet klimatike globale. Monsunet u zhdukën tërësisht mbi Indi. Lument u thon për gjatë gjithë Kinës. Të mbjellura dështuar në mënyrë katastrofike në 3 kontinente. Më shumë se 50 milion njerëz humbën jetën, kryesisht nga zija e bukës që pasoi. Një shifër që përbënte rreth 4% të gjithë popullatës globale të asaj kohe. Modelet aktuale të ECMWF tregojnë se bota mund të përballet me diçka të ngjashme. Shkencërisht, El Nino ndodh për shkak të prishjes së ekuilibrit termik dhe të erave në oqeanin patësor ekuatorial. Në kushte normale, erat pasate fryjnë nga limbja në perëndim, nga Amerika e Jugut drejt Azisë. Këto era shtyjnë ujin në ngrohtë sipërfaqësor drejt Azisë, ndërsa në brigjet e Amerikës së Jugut gjitet uji i ftoftë dhe i pasur me lëndë ushqyese nga thellësia. Kjo rritje e temperaturës së oqeanit ndryshon rrymat e are mbi të, duke zhvendosur shtuhit dhe duke përmbysur motin globalisht. Sjell përmbytje aty ku zakonisht ka thatësia dhe anasjelltas. A do të jetë bota gati për uraganit më të forta të regjistruara ndonjëherë? Bëj follow faqeve tona dhe shtyp butonin subscribe tani për të mësuar gjithçka rreth këtyre temave si dhe ato vendore ndërkombëtare.